Avioni ishte tashmë në ajër, I zhytur në një rutinë që ngjante me një gjumë të përjetshëm. Zhurma monotone e motorëve përzihej me një fshfërim të lehtë të ajrit të kondicionuar, I cili përhapte një të ftohtë artificiale në kabinë. Dritaret e vogla lëshonin rreze të zbehta që përplaseshin mbi fytyrat e lodhura të pasagjerëve. Aroma e kafes së servirur pak minuta më parë mbeti pezull në ajër, duke u përzier me aromën metalike të hapësirës së mbyllur. Çdo gjë dukej e qetë, një qetësi e ndërtuar mbi rregull e kontroll, ku çdo frymëmarrje dhe çdo lëvizje kishte ritmin e vet. Papritur, një zë I papërshtatshëm për një avion u ngjit mbi këtë qetësi artificiale. Një qen nisi të lehtë. Tingulli u përplas fort mbi muret e kabinës, I qarë, I fortë, një thirrje që nuk mund të shpërfillet. Pasagjerët ngritën kokat menjëherë. Disa u stepën, duke I mbërthyer me nervozizëm mbështetëset e ulseve. Të tjerë shikuan me habi, sikur të kishin parë një gabim në vetë rendin e gjërave. Nuk pritej që në këtë hapësirë të izoluar e të kontrolluar të dëgjohej një lehje. Henriku ngriti syt nga libri që mbante në dorë. Zemra ju drodh dhe një djers e ftohtë nisi t'i rrëshas poshtë shpinës. Frymëmarrja ju shpejtua, si të ishte goditur nga një kujtim I largët, por ende I gjallë. Përballë tij, Marina, një grua e moshuar me shall të gjelbër, vështroi qenin me një vështrim të çuditshëm, më shumë njohës se I habitur. Arditi, I ulur 2 rreshta më tutje, shmangu syt, sikur të kishte frikë se mos prania e kafshës e tradhtonte atë në ndonjë mënyrë. Elira, stewardesa, u ngrit me një buzëqeshje të tensionuar dhe tha me zë të butë, është vetëm një kafshë e frikësuar, nuk ka arsye për panik, por tingulli I zërit të saj nuk arriti ta mbulonte pasigurinë e përhapur në kabinë. Qeni, Lisi, qëndronte në mes të korridorit I ulur, me veshët e ngritur dhe syt të fiksuar drejt fundit të kabinës. Ajo që tronditi më shumë nuk ishte leja, por syt. Ato dukeshin sikur ndriçonin, jo nga drita e reflektorëve të kabinës, por nga diçka e brendshme, një shkëlqim që spërkiste me këtë bollë. Henriku I ndjeu ato sy si të ngulitur në shpirtin e tij, si një kujtesë e harruar që po ringjallej. E dëgjove këtë? Pëshpëriti Arditi, duke ju afruar Elirës. Kjo nuk duket normale. Murmuriti Bledi, një djalë I ri që mbante kufjet në duar, të cilat ja kishte hequr në çastin e parë të lehjes. Pëshpërimat shpërthyen si një val nëpër rreshtat e avionit. Disa pasagjerë filluan të shikonin njëri tjetrin, të shqetësuar, të tjerë tundnin kokën sikur të donin të bindnin veten se nuk kishte asgjë të pazakontur. Por tensioni u fut në ajër si një gaz I padukshëm. Henriku e ndjeu trupin të tradhtonte. Duart ju lagën nga djersa, fryma ju bë më e shpejtë dhe syt nuk mund t'i largonte nga kafsha. Zemra I rrite fort, si në prag të një zbulesë që nuk donte ta pranonte. Çdo gjë brenda tij I pëshpëriste se qeni nuk ishte aty rastësisht. Kishte një arsye pse ai po lehte, pse shikonte drejt atij fundit të errët të kabinës. Lisi u ngrit në këmbë, duke mbajtur një qëndrim të çuditshëm mes mbrojtjes dhe paralajmërimit. Përdosi tapetin e ngushtë me thonjtë e tij, duke prodhuar një zhurmë të mbret, si një gjë e thyrë që vazhdon të gërvishtet. Ai nuk I përkiste asaj hapësire të rregull. Ishte si një trup I huaj në një organizëm që deri tani kishte funksionuar me disiplinë. Marina u përkul përpara, duke murmuritur për vete, kjo sjellje. Nuk është hera e parë që e shoh Elira, përpjekje pas përpjekjeje, tentoi të afronte dorën tek qeni, por u ndal në mes të rrugës, sikur diçka e padukshme e pengonte. Pasagjerët e tjerë nuk guxonin të lëviznin, si të ishin hipnotizuar nga prania e kafshës. Në atë moment, Henriku ndjeu një lidhje të çuditshme me të. Një ndjesi e paqartë, pothuajse familjare, sikur ai që mbante brenda tij diçka nga e shkuara e vet nuk mund ta shpjegonte, por instinkti I tij I brendshëm thoshte se kjo nuk ishte një rastësi e thjeshtë. Kishte një sekret që pritej të shpërthente, dhe Lisi ishte porta që do ta hapte. Avioni vazhdonte fluturimin e vet monoton mbi ret, por brenda tij kishte nisur një furtunë. Sytë e qenit ndriçonin edhe më fort, si drita që del nga një plagë e vjetër. Dhe askush nuk mund të hiqte shikimin. Henriku e kuptoi, në atë çast të ftohtë dhe të mbushur me frikë, se nuk ishte më vetëm një udhëtar në një fluturim rutinë. Ai ishte dëshmitari I diçkaje që do t'i ndryshonte jetën përgjithmonë. Dhe në atë çast, Henriku e kuptoi se asgjë nuk do të ishte më si më parë brenda atij avioni. Heshtja ra si një peshë mbi kabinë, e rëndë, e padukshme, por e pranishme në çdo frymëmarrje. Leja e Lisit u shua, por pasojat e saj mbetën të gdhendura në ajër.
Motorët e avionit vazhdonin të gërshërinin me monotoninë e tyre të zakonshme, por kjo zhurmë, që deri pak më parë dukej qetësuese, tani ishte një mur i shurdhër, një mbulim i frikës së përbashkët. Për një moment, askush nuk foli. Dhe në atë boshllëk të ftohtë, çdo sy kërkonte një shpjegim, një arsye pse ndodhi ajo që s'duhej të ndodhte. Erisa, e ulur pranë dritares, shtrëngoi rripin e sigurimit me të dyja duar. Gishta të bardhë nga presioni, sikur duhej të mbante veten e jo thjesht trupin. Përballë saj, Altini përpiqej të qetësonte vajzën e tij, e cila i rinte ngjitur e palëvizur, por me sytë e mëdhenj të lagur. Ai i pëshpëriti, nuk është gjë vetëm një qen i trembur. Por zëri i tij dridhej dhe ajo e ndjeu. Fëmia nuk u qetësua, vetëm u fut më thellë në krahët e tij. Henriku, ende i gozhduar në ulsen e tij, nuk i hiqte sytë nga Lisi. Sytë e kafshës tashmë nuk ndriçonin më me të njëjtën intensitet, por ai dritës e pashpjegueshme mbeti e pranishme, si një shenjë që askush nuk donte ta pranonte. Djersa e ftohtë nuk e kishte lënë Henrikun, frymëmarrja i vinte e rënd, sikur secili frymëmarrje përshkonte një mur të padukshëm. Elira, stjuardesa, u përpoq të merrte kontrollin e situatës. Ajo u përkul, mbajti një buzëqeshje të sforcuar dhe tha: "Ju lutem, qëndroni të qetë. Është vetëm një kafshë e frikësuar, nuk ka asnjë rrezik." Zëri i saj ishte i butë, por të gjithë e ndjenë se nuk kishte bindje në të. Marina, e moshuara me shallin e gjelbër, tunte kokën ngadalë. Vështrimi i saj ishte i ngulitur në qen dhe diçka në sytë e saj tregonte se ajo dinte më shumë. Pa e ngritur zërin, tha: "Këtë sjellje e kam parë dikur." Fjalët e saj ranë si një gur në mes të ujit të qetë. Pasagjerët kthyen sytë drejt saj. Disa pritën një shpjegim, disa të tjerë e shikuan me frikë, sikur ajo të kishte thënë një mallkim. Marina heshti më tej, por ajo që tha ishte e mjaftueshme për të ndezur dyshimet. Arditi, që deri atëherë kishte qëndruar i heshtur, u përkul tek ulsja e tij dhe shmangu shikimin. Në fytyrën e tij u pa një hi nervozizmi. Gishti i tij luante me rripin e çantës së vendosur pranë këmbëve, duke i paduruar, sikur diçka brenda tij po e detyronte të largohej nga ai vend. "A e dëgjove si lehu?" Pëshpëriti Bledi, ende me kufjet në dorë. "Nuk është si qentë e tjerë," ju përgjigj Elira, pa dashur, si një mendim i lëshuar në ajër. Në korridor nisën pëshpërima të përhapura. Fjalë të ulta, të copëzuara, që shtonin tensionin. Pasagjerët nuk ishin më thjesht udhëtar anonim. Ata ndanin një mister që asnjëri nuk e kishte kërkuar, por që tani i kishte lidhur të gjithëve. Henriku ndjeu se ajri ishte bërë më i rëndë. Frymëmarrja nuk i mjaftonte. Kabina, e cila më parë dukej e madhe, tani dukej e vogël, si një kuti metalike që mbyllej gjithnjë e më shumë mbi ta. Ai nuk ishte më thjesht i shqetësuar nga një qen i futur fshehurazi në avion. Kishte diçka më të thellë, një gjë që e tërhiqte, një lidhje mes tij dhe asaj kafshëje që se shpjegonte dot. Në mes të asaj heshtjeje të rëndë, Marina përsëriti me një zë më të ulët, por më të qartë: "Kjo nuk është thjesht frikë. Ka një arsye pse qeni po sillet kështu." Fjalët e saj u varën në ajër si një parashikim. Qeni, ende i ulur, filloi të rënkonte lehtë, si një kërcitje e ulët që vinte nga thellësia e tij. Ishte një tingull që nuk mbante vetëm frikë, por paralajmërim. Të gjithë u ngurtësuan sërish. Asnjë nuk guxoi të lëvizte. Ishte sikur vetë avioni po mbante frymën. Henriku e kuptoi se nuk ishte më i vetmi që ndjente diçka të pazakontë. Dyshimi po përhapej në kabinë, duke e kthyer heshtjen në një pranishtypse që rëndonte mbi shpatullat e secilit. Nuk kishte më kthim në normalitet, pavarësisht përpjekjes së Elirës për ta qetësuar situatën. Elira shtriu dorën sërish drejt qenit, por këtë herë, përpara se ta prekte, ndaloi. Instinkti e mbajti mbrapa. Dhe atëherë, qeni ngriti kokën lart dhe fiksimi i syve të tij u drejtua mbi Henrikun. Zemra e tij u drodh sërish. Ishte si të shihte një pasqyrë të një kujtimi që nuk donte ta kujtonte. Tensioni u kthye në një prani të prekshme. Pasagjerët nuk guxonin të flisnin më. Heshtja u bë aq e dendur, sa dukej sikur mund ta prekje me dorë. Henriku e kuptoi se pas atij leje fshihej një sekret. Korridori i avionit dukej më i gjatë se kurrë. Lisi qëndronte ende i ulur, me qimet e ngritura dhe sytë e fiksuar diku në zbrazët e tij. Hungërima e tij e ulët, e ngjeshur, mbante një frekuencë të çuditshme, sikur dilte nga thellësitë e tokës dhe jo nga një qen i zakonshëm.
Disa pasagjerë ngritën duart mbi vesh, duke u përpjekur ta përmbanin atë dridhje që hynte në shpirt më shpejt se në tru. Henriku, i mbërthyer tek ulsja, nuk mund të largohej nga sytë e kafshës. Ishte sikur çdo sekond që e shihte, një derë tjetër e së shkuarës hapej brenda tij. Ai u përkul lehtë përpara dhe e ndjeu frymëmarrjen e tij të bëhej më e rëndë. Një kujtim i largët, i errët, nisi të çelte brenda trurit të tij. Ai pa veten, fëmijë 10 vjeçar, duke qëndruar në një stacion të vogël në Kukës. Ishte verë, por ai ndjeu një të ftohtë që e kishte përshkuar atë ditë. Në atë mëngjes, para se një tragjedi të ndodhte, kishte dëgjuar një qen që lete me të njëjtën ngulm, të njëjtin ritëm të frikshëm. Dhe sekondat pas lejes ishin shndërruar në kaos. Një autobus ishte përplasur dhe mes viktimave kishte qenë edhe motra e tij, Ana. Kujtimi i fytyrës së saj, e larë me gjak, ju shfaq me dhimbje të papërshkrueshme. Djersa e ftohtë i mbuloi ballin. Nuk ishte thjesht ngjashmëri. Ishte e njëjta ndjesi, i njëjti paralajmërim. Marina, që deri në atë moment kishte heshtur, u përkul pak përpara dhe foli me një zë që nuk i përkiste më një gruaje të zakonshme udhëtare, por një dëshmitareje që mbante një sekret të madh. Kjo nuk është hera e parë që ndodh. Në vitet 90, në një fluturim të ngjashëm, një qen kishte bërë të njëjtën gjë. Dhe atëherë, avioni nuk arriti kurrë në destinacion. Fjalët e saj ranë si një gjëmim. Pasagjerët u dridhen, disa ulën syt, disa të tjerë nisën të pëshpërisnin. Ishte sikur avioni vetë e kishte dëgjuar atë pohim dhe filloi të dridhej lehtë, ndonse motorët vazhdonin pa pengesë. Henriku ndjeu dhimbjen t'i shtoi. Ishte e pamundur të mos e lidhte këtë që po ndodhte me aksidentin që ja kishte ndryshuar jetën. Në atë kohë, autoritetet kishin thënë se gjithçka kishte qenë një fatkeqësi teknike. Por tani, përpara tij, qeni po përsëriste të njëjtin ritual. Ishte si një jehon e së shkuarës që kërkonte të dëgjojë. Erisa, e cila deri më tani kishte qëndruar e heshtur, nisi të qante pa pritur. Lotët i rridhnin pa e ditur pse. E ndjeu se diçka brenda saj, një dhimbje e fshehur ose e trashëguar, po zgjohej. Ajo nuk dinte ta shpjegonte, por ndjente se nuk ishte thjesht një udhëtim, por një përsëritje e një makthi. Bledi u ngrit pak nga ulsja dhe tha, nuk është normale. Nuk ka si të jetë rastësi. Në atë moment, syt u kthyen tek Arditi. Ai dukej gjithnjë e më i nervozuar. Duart i lëviznin pa qetësi, sikur kërkonte diçka në xhep. Syt e tij shmangnin çdo kontakt vizual. Dhe pastaj, pa pritur, ai u ngrit. U përpoq të kapej pas qeni, ta tërhiqte zvarr drejt korridorit, sikur prania e tij po e digjte. Duhet të largohet. Bërtiti me një zë që nuk mbante më maskë qetësie. Por Henriku u ngrit në këmbë dhe e ndaloi, duke i zënë dorën fort. Sy më sy, tensioni shpërtheu. Mos e prek, tha Henriku me një ton që nuk i ngjante vetes. Ai nuk është këtu rastësisht. Atmosfera u elektrizua. Pasagjerët u përkulën mbi ulset, disa gati për të ndërhyrë, të tjerë të ngrirë nga frika. Marina përsëriti, kjo linjë ajrore, kjo rrugë nuk është e paraherë që mbulohet me gjak, dhe në atë çast, të gjithë e kuptuan. Nuk ishte vetëm një qen që po lehte. Ishte e shkuara që po kthehej për të marrë hak, një plag që nuk ishte mbyllur kurrë. Henriku ul sërish, por syt e tij nuk u ndan nga lisi. Për të, çdo frymëmarrje e kafshës ishte një kujtesë. Çdo hungërim e ulët ishte një thirrje nga motra e tij, Ana, që e la në atë mëngjes fatal. Dhe ajo që e tronditi më shumë ishte ideja se ndoshta gjithçka ishte e planifikuar, jo një fatkeqësi. Aroma e ajrit të kondicionuar u duk më e rëndë. Pasagjerët u futën më thellë në ulset e tyre. Asnjë nuk guxoi të fliste më. Qeni u ngrit ngadalë dhe filloi të ecte ngadalë drejt fundit të kabinës, thonjt e tij lëshonin tinguj të mbret mbi tapet. Sikur çdo hap të shënonte një pikë të re në hartën e së shkuarës. Henriku e ndjeu të ftohtin t'i përshkonte trupin. Ai nuk ishte më thjesht një udhëtar. Ai ishte pjesë e një historie që kishte nisur shumë vite më parë dhe që tani po merrte frym brenda asaj kabine. E shkuara që Henriku kishte varrosur, tani kishte hipur brenda atij avioni. Kabina u mbulua nga një tension i padukshëm, por i rënd, si një perde e trashë që nuk lëvizte. Çdo frymëmarrje dukej e vështirë, sikur ajri vet ishte kthyer në një armik të heshtur. Pasagjerët, të ngjitur në ulset e tyre, nuk guxonin më të lëviznin.
Vetëm sytë e tyre endeshin në përhapësirë, duke u ndalur herë tek qeni, herë tek fytyrat e njëri tjetrit, sikur të kërkonin një shpjegim. Lisi qëndronte në mes të korridorit i ngurtë, me veshët të ngritur dhe shikimin e fiksuar në një pikë të padukshme. Frymëmarrja e tij e shpejt dukej sikur jehonte në hapësirën e ngushtë, një ritëm i çuditshëm që nuk përkonte me rrahjet e zemrave njerëzore. Dhe më pas, një zë i thyer, i brisht, por i ngarkuar me peshën e viteve, theu heshtjen. Ky qen, tha Marina, duke e shtrënguar shallin e gjelbër rreth qafës, i përkiste dikur një burri. Një burri që ishte lidhur me aksidentin e madh të viteve 90. Fjalët e saj ranë mbi kabinë si një rufe. Pasagjerët e tjerë kthyen kokat me habi. Elira, stewardesa, ngriti vetullat dhe, për herë të parë, maska e saj e buzëqeshjes së detyruar u thye. Çfarë po thoni? Pyeti ajo, me një zë të trazuar. Marina uli syt për një çast, sikur hezitonte të fliste më shumë. Por pas pak, vazhdoi, ai burr nuk ishte thjesht një udhëtar i rastësishëm. Ishte një prej atyre që dinin më shumë se çfarë duhej. Dhe qeni, gjithmonë, ishte pranë tij. Henriku ndjeu se gjaku i zbriste nga fytyra. Zemra i u bë një çekiç që godiste brinjet e tij pa pushim. Fjalët e Marinas e lidhen drejt për drejt me kujtimet e dhimbshme të fëmijërisë së tij. Kishte diçka këtu që nuk mund të mohojë më, kafsha dhe e shkuara e tij ishin të ndërlidhura. Arditi, i cili deri tani kishte bërë përpjekje të kota për të shmangur vëmendjen, shpërtheu, këto janë marrëzira. Jeni të gjithë të çmendur, një qen nuk mund të sjellë tragjedi. Është vetëm një kafshë e humbur, asgjë më shumë. Por sytë e tij, të ndritshëm nga nervozizmi, e tradhtonin. Duart i dridheshin dhe çdo fjalë që nxirrte dukej si një përpjekje e dëshpëruar për të fshehur diçka. Elira e vështroi me dyshim. Pse je kaq i shqetësuar, Ardit? Çfarë po përpiqesh të fshehësh? Ai nuk u përgjigj, por shtrëngoi grushtat fort, aq sa nyjet ju zbardhën. Marina mori frymë thellë dhe foli përsëri. Aksidentet e asaj kohe nuk ishin kurrë të shpjeguara siç duhet. Raportet ishin plot gënjeshtra. Thoshin se ishin probleme teknike, por ne që humbëm njerëz e dinim se nuk ishte e vërtetë. Kishte dorë njeriu. Kishte sabotim. Një murmuritje përfshiu kabinën. Pasagjerët filluan të shikonin njëri tjetrin me frikë dhe dyshim. Një atmosferë e ngjeshur, pothuajse armiqësore, filloi të rritej mes tyre. Henriku, me zërin që i dridhej, pyeti, ç'për lidhje ka ky qen me atë burr? Dhe ç'për lidhje ka me mua? Marina ngriti syt dhe e pa drejt e në shpirt. Sepse, biri im, historia përsëritet. Dhe ata që duhej të kishin folur, u heshtën për gjithmonë. Fjalët e saj i apren frymën Henrikut. Ai ul sërish, i mbytur nga një dallg emocionesh që nuk i kontrollonte dot. Ishte sikur çdo qelis e trupit të tij po bërtiste për përgjigje. Elira, që po humbiste durimin, tha me vendosmëri, atëherë, kush është përgjegjës? Pse jemi duke përjetuar të njëjtën frikë tani? Heshtje. Vetëm motorët jashtë vazhdonin të rënkonin si një kërcitje e largët. Dhe në atë heshtje, sytë e pasagjerëve u kthyen sërish tek Arditi. Ai ngriti duart lart duke u përpjekur të mbrojë. Nuk kam asgjë të bëj me këtë. Nuk jam unë. Por zëri i tij u thye dhe mungesa e sigurisë i dha më shumë forcë dyshimeve. Henriku u ngrit, këtë herë më i vendosur. Ne nuk kemi nevojë për justifikime. Ne kemi nevojë për të vërtetën. Kabina u kthye në një arenë të padukshme. Çdo frymëmarrje, çdo lëvizje e vogël, çdo fjalë e pathënë, u bë pjesë e një tensioni të papërballueshëm. Qeni u ngrit në këmbë, si për të vulosur momentin, dhe sytë e tij të ndritshëm u drejtuan nga Arditi. Ishte një akuzë e heshtur, më e fortë se çdo fjalë. Marina pëshpëriti, me një zë që mezi dëgjoi, Lisi nuk është këtu rastësisht. Në atë çast, të gjithë e kuptuan se fasada e gënjeshtrave kishte filluar të çahej. E vërteta po hynte me forcë, si një dritë që thyen errësirën. Lisi nuk ishte aty rastësisht. Pas zbulimit të Marinas, kabina nuk ishte më thjesht një vend udhëtimi, por një sallë hetimi ku secili shikim bëhej pyetje dhe çdo frymëmarrje dëshmi. Heshtja u ndërprej nga një zë i ngadaltë. Ishte Altini, burri që mbante vajzën pranë vetes. Ai ngriti kokën dhe foli me një ton që nuk pranonte dyshim, kam punuar për këtë linjë ajrore. Kam parë dokumente të fshehura, raporte që nuk u publikuan kurrë. Rrëzimet nuk ishin rastësi.
Ishte model, një lojë e ndërtuar mbi gënjeshtra. Pasagjerët u tronditën. Marina mbylli sytë si për ta konfirmuar atë që e dinte prej kohësh. Elira, stewardesa, mbeti pa fjalë, zëri i saj I mëparshëm nuk kishte më fuqi për të normalizuar. Arditi u përpoq të qeshte nervozisht. Po flisni marrëzira. Nuk ka asnjë provë. Por sytë e të gjithëve ishin ngulur mbi të. Tani nuk ishte vetëm një I dyshuar, por një nyje ku lidhej e shkuara dhe e tashmja. Lisi u ngrit dhe lëvizi drejt qendrës së kabinës. Thonjt e tij gërvishtën tapetin, ndërsa sytë I ndritnin më fort, si një simbol I heshturisë së vërtetës që po dalën ngadalë zbulohej. Hungërima e tij u bë si një vulë, nuk ishte më një rast I veçuar, por një zinxhir krimesh të fshehura nën emrin e aksidenteve. Henriku mori frym thellë, I përpir nga vendosmëria. Ai e kuptoi se kjo nuk ishte vetëm një betejë personale, por një luftë për të nxjerrë në pah një të vërtetë që kishte gjakosur shumë jetë. Që nga ai çast, fluturimi ishte I dënuar të mos ishte kurrë më I njëjtë. Zhurma e motorëve humbi kuptimin kur Elira vuri re diçka të pazakontur. Në jakën e Lisit shkëlqente një kapsulë e vogël metalike e fshehur mes çimeve. Me duar që I dridheshin, ajo u përkul dhe e shkëputi. Pasagjerët u përkulën mbi të etur për të parë çfarë mbante brenda. Kapsula u hap me një klikim të mprehtë. Brenda saj kishte disa fletë të palosura, të verdha nga koha. Elira lexoi me zë të lartë, raporte sekrete për sabotime në disa fluturime, përmendje emrash të fshehur dhe urdhra për të mbuluar gjithçka me justifikimin e problemeve teknike. Kabina shpërtheu në britma dhe lodh. Marina qau me duart në fytyrë, Erisa u shkund si nga një makth, ndërsa Henrikut I u erësuan sytë. Ishte prova që tragjedit nuk kishin qenë kurrë aksidente, ishin krime të planifikuara. Arditi u ngrit me një shpërthim të tërbuar. Gënjeshtra. Nuk do t'ju lejoj. Bërtiti dhe u hodh drejt Henrikut. Altini u përpoq ta ndalte, por një kaos I plot shpërtheu në kabinë. Thirrje, shtyrje, frikë. Pasagjerët nuk ishin më bashkëudhëtar, por dëshmitar të një të vërtete që kishte dalë nga hija. Në mes të gjithë këtij rrëmuje, Lisi hungëroi me një forcë që mbuloi çdo zë tjetër. Hungërima e tij nuk ishte thjesht paralajmërim, ishte vulë mbi një sekret që më në fund u zbulua. E vërteta ishte shumë e rëndë që ky fluturim ta mbante. Kabina ishte shndërruar në një skenë kaosi të qetë. Pas përleshjes, Arditi qëndronte I mposhtur në dy sheme, I mbajtur nga duart e disa pasagjerëve që nuk e lëshonin më. Fytyra e tij ishte e zbeth, syt bosh, si një njeri që kishte humbur betejën me të vërtetën. Kapiteni Arlindi, I ngrirë në vendin e tij, nuk ndërhynte. Fytyra e tij kishte marrë ngjyrën e hirit, sikur po shite një fantazm të së shkuarës që po ringjallej para syve të tij. Henriku u ngrit ngadalë dhe filloi të ecte drejt korridorit. Hapat e tij kumbonin mbi tapetin e ngushtë, të vetmuar, por të qartë, si të shënonin fundin e një rruge që s'kishte kthim. Ai nuk e ktheu kokën prapa, as kur dëgjoi pëshertimat dhe lutjet e pasagjerëve që nuk e kuptonin më nëse duhej të falnin apo të mallkonin. Në mes të gjithë kësaj, Lisi u shtri mbi dy sheme. Kapsula e vogël ende ndriçonte pranë tij, si një provë që nuk do të zhdukej më. Sytë e kafshës u mbyllën ngadalë dhe për një çast dukej sikur ai vetë kishte mbaruar misionin e tij. Një heshtje e rëndë përfshiu kabinën, e thyer vetëm nga pulsimet e dritës së kuqe të emergjencës që reflektonin mbi trupin e qenit. Henriku u përkul dhe ja përkëdheli kokën me ngadalë. Nuk tha asnjë fjalë, por gjesti I tij foli më shumë se çdo fjali. Ishte falënderim, ishte lamtumir, ishte çlirim. Dhe në zemrën metalike të atij avioni, jeta u shua përgjithmonë.